a mund të jetë Troja e vërtetë e antikitetit në territor shqiptar? Apo është ajo në Hisarlik të Turqisë së sotme, që u zbulua në vitin 1871 nga Gjermani Heinrich Schliemann? Ne do përpiqemi të japim përgjigje këtyre dilemave, se ku me të vërtet ishte Troja e lavdishme e antikitetit. Pasi ka dhe të tjerë që e shtyjnë atë deri në vendet skandinave, si Felice Vinci, i cili u bë njohur në të gjithë botën me variantin e tij, sipas të cilit Troja vërtet gjendet diku mes Norvegjisë dhe Suedisë së sotme. Ne kemi ardhur këtu në qytetin e Konstantinit të Madh, të shqiptarit të famshëm perandorit romak Konstantin i Madh, i cili këtë qytet bëri veprën monumentale që shihni mas me, që është Santa Sofia. Pra, nesër do udhtojmë, do kalojmë Bosforin dhe do udhtojmë drejt Azisë së Vogël. Në Hisarlik do përpiqemi të japim përgjigje dilemës që na mundon prej kohësh. A është e vërtet ajo Troja, apo ishte një zbulim i motivuar për çështje të tjera, pasi në atë kohë kuptojmë që ishte në Greqi një mbret gjerman i cili udhëhiqte Greqinë dhe kush e zbuloi ishte po dhe ai ishte një gjerman. E mbase ka diçka që nuk ishte rastishme. Ne kemi variantin e tretë, atë të një qyteti shqiptar ku përplasën titanët, u përplasën pellazgët brenda dhojit të tyre, brenda dhojit të vetë, dhe nga kjo përplasje titanike e pellazgëve në luftën e Trojës që gjendet në territor shqiptar, lindën 3 mbretërit të njëjtit popull, që ishin ato Maqedone, Epirote dhe Ilire. Vetë emri Iliada është ajo që simbolizon ndarjen e ilirëve, sepse në atë kohë në shekull të 12, në shekull 13, por edhe në shekull 12, mbreti më i famshëm i ilirëve ishte mbreti Yll. Dhe prandaj mori dhe emrin vepra e Homerit Iliada, që do thot Iliada. Iliada, pra u nda mbretëria e Yllit, u ndan ilirët, u ndan pellazgët në 3 mbretëri, atë Maqedone, atë Epirote dhe atë Ilire. Ja pra, për t'i dhënë përgjigje kësaj, nesër, si thash, do udhtojmë drejt Azisë së Vogël, do shkojmë në Hisarlik, do konfrontojmë gjithçka me gjithë sa kemi lexuar, me gjithë sa kemi shfletuar për Trojën tek vepra Homerit, dhe do shikojmë se ku është ajo e vërteta. Unë ju jap takim me datë 1 janar në ora 5 pas drekës, do potoj gjithçka në lidhje me këtë dokumentar që është shumë interesant, prandaj mos e humni. Regjistroni në kanalin tim sa më parë, e gjeni poshtë rili që po jap sot, sa e videos që po transmetoj sot, dhe në mesazhin e parë keni dhe linkun të cilit ju ftoj të regjistroheni për ta marrë të parët lajmin e këtij dokumentarit ditën 1 janar në ora 5 mas dreke. Nga toka e famshme e asaj që ishte një herë një kohë Konstantinopoli, pra qyteti Konstantinit të Madh, shqiptarit të famshëm të shekullit të 4, unë Alban Kraja, si gjithmonë, ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.